Ish banorja e Big Brother VIP Albania 4 Rozana Radi pas përfundimit të post Big Brother VIP Albania 4 ka dalë me një reagim për fansat e saj. Rozana reagimin e saj e fillon duke falendëruar të gjithë ata që e kanë mbështetur, të gjithë fansat e saj. Dhe gjatë reagimit të saj, ajo thot se vendosa të mbyll disa dyer, që do të thot se ne kemi nevojë të mbyllim disa dyer në jetën tonë për të vazhduar jetën dhe për të hapur disa dyer të reja. Se çfarë thot më tej në këtë reagim Rozana, ndiqeni videon e plot në vijim. Përshëndetje miq, ju falenderoj shumë për gjithë suportin që më keni dhënë, për të gjitha mesazhet që më keni dërguar këtu në Instagramin tim, për të gjithë dronat, për të gjithë parashutat, për të gjitha lulet që më keni dërguar, letrat. Jeni të mrekullueshëm për çdo votë që keni dërguar në emër tim. Besoj që kam bërë një rrugtim që e kam djerë me zemër, kam dashur pa kushte, kam thënë gjërat që mendoj, kam qenë e pastër si uji, kam mësuar në këtë big që ky rrugtim ndonjëherë na është bërë si ato vëthët që janë bërë meme, na është varur në vesh si një mësim shumë i madh. Po ndërkohë sot vendosa të mbyll disa dyer, që do të thotë ne kemi nevojë të mbyllim disa dyer në jetë për të vazhduar jetën tonë dhe për të hapur dyer të reja. Ky është Big Brotheri im, e kam shijuar pafund, e dua pafund çdo cepta sa shtëpie dhe sot do të filloj një rrugtim të ri. Ju puth shumë dhe ju kam këtu në zemër, ju dua fort. Dua ta mbyll me disa vargje që i kam lexuar diku edhe i mbaj mend. Kujdes kur tregon plagët e tua, se do të godasin, por ti vazhdo qesh, në armish do të plasin.